Nisjen e një hetimi të paanshëm pas përsëritjes së vazhdueshme të vdekjeve në foshnjat jetime. Ky institut akuzon personalin e shtëpisë së fëmijës, ku ka ndodhur 3 vdekjet e fundit të bebeve, si dhe ngjarje të tjera tragjike për neglizhencë me pasojë vdekjen. Vdekjet e foshnjave jetime nuk mund të konsiderohen më raste sporadike dhe aksidentale. Me vdekjen e 3 bebeve në qendrën e fëmijëve jetim që mban emrin Hana dhe Rozafa, situata është bërë tepër alarmante. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar akuzon personelin e qendrave ku ndodhen këto ngjarje tragjike si të papërgjegjshëm, antihuman dhe neglizhent. Drejtori i saj Ilir Çomani kërkon hetim dhe ndjekje penale për fajtorët. Në këto raste ne kemi të bëjmë me persona që u mungon jo vetëm personaliteti njerëzor, por edhe dimensioni human, që do thotë se emërimi i drejtuesve të tillë në krye të këtyre institucioneve është si t'i varësh ujkut në qafë mushkrit e qinjit. Është e papranueshme që këta engjëj të pafajshëm të lihen në duart të pasigurta të disa djajve që shtiren si mamadhia me kecat. I kërkojmë prokurorisë përgjithshme, kontrollit lartë të shtetit, institucionit të avokatit popullit, forumit gazetarëve profesionistë në mbrojtje të shtresa në nevojë që përfaqësohet nga zoti Armin Shkurti, të nisë një hetim të paanshëm dhe të detajuar për të gjitha rastet për të vënë para përgjegjësisë ligjore personat apo institucionet përgjegjëse të zbardhen skandalet e karakterit abuziv dhe financiar të ndodhura në disa shtëpi fëmijë që në mënyrë sistematike janë bërë publike nga Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar, por që tashmë dihen botërisht në opinion i gjerë. Sipas Çumanit, në historinë 88 vjeçare të ekzistencës së shtëpive të fëmijës në vendin tonë, vdekshmëria më e madhe foshnjore dhe jo e motivuar është regjistruar gjatë viteve 1999-2005. Rreth 11 fëmijë kanë humbur jetën në këtë periudhë, ndërsa numri i tyre nga 1947 deri më 99 ishte